Në vazhdën e dështimeve të njëpasnjëshme për konstituitimin e Kuvendit të Kosovës, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka përsëritur shëndrimin e saj zyrtar, duke theksuar se përgjegjësia për zgjidhjen e ngërçit institucional bie mbi udhëheqësit politik të vendit. Kështu ka deklaruar një zëdhënësi i ambasadës në një përgjigje për Telegrafin, e ritheksojmë deklaratën tonë nga java e kaluar, ku takon qytetarëve të Kosovës të vendosin se kush do t'i përfaqësojë ata. Kosova është një shtet sovran, demokratik dhe i pavarur, është përgjegjësi e lidershipit politik të formojë një kuvend të një qeveri stabile në përputhje me kushtetutën, thuhet në përgjigje. Shtetet e Bashkuara, si një nga përkraset kryesore të ndërtimit të Kosovës në vazhdimsi, kanë kërkuar që proceset demokratike të respektohen dhe që institucionet të funksionojnë në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe kushtetutën e vendit. Deri më sot, janë mbajtur plotësisht 12 seanca duke tentuar që të konstituojnë kuvendin, por pa sukses. Konstituimi i kuvendit i nisu më 15 prill, po dështon për shkak se lëvizjeve vendosje nuk parin t'i siguroj votat e nevojshme për 61 për kandidaten e saj për kryetare të kuvendit Albulena Axhiu. Partit që po kundërshtojnë emrin e Axhiut për krye parlamentare i kanë kërkuar lëvizjes vetvendosje të ndryshojë propozimin për postin në mënyrë që procesi të zhbllokohet. Votimi i kryeparlamentarit dhe nën kryetarëve do t'i hapte rrugë formimit të qeverisë së re të Kosovës. Lëvizja vetvendosje, si fituese e zgjedhjeve, i takon që e para të propozojë mandatin për ekzekutivin. Nëse brenda 15 ditësh nuk e formon ekzekutivin, atëherë presidenti Vjosa Osmani ka të drejtën të mandatojë cilëndo parti që i garanton se ka 61 vota për qeverinë e re të Kosovës. Nëse edhe mandatari dy dështon të formojë ekzekutivin, atëherë Osmani shpall mbajtjen e zgjedhjeve të reja.